është mbyllur muaji nga inaugurimi i shtëpisë së re të Muzeut Kombëtar Marubi dhe vizitorët e radhë të cilët vinë për ta parë janë kryesisht të huaj. Paul Wennekes ka ardhur nga Hollanda. Përshtypjet e vizitës së parë në muze janë breslënse. Është shumë i bukur. Kam parë Marubin në ndërtesën e vjetër disa vjet më parë, por ky muze është një mrekulli. Është e veçantë jo vetëm mënyra se si janë vendosur fotot në mure, por edhe ku tregohet se si Marubi punonte në dhomën e errët dhe gjithçka tjetër. Paul është gazetar dhe një nga qëllimet e kësaj vizite është dhe shkrimi i një reportazhi për Shqipërinë dhe veçanërisht për fototekën Marubi. Jam përpjekur të jap pak nga shpirti i Shqipërisë në historitë e mia dhe në artikullin e radhës do të shkruaj për Marubin, një prezantim dinjitoz për Shqipërinë në Holand. Dhe kjo është gjëja më e mirë për t'u bërë. Janë më shumë se 500.000 negativ në këtë ndërtesë, por hapësirat ekspozuese janë shumë pak. Në një kënd që sheh hyrjen për në muze, ndodhet ajo që quhet dhoma e ekspozimit të përkohshëm. Kjo hapësirë do jetë gjithmonë e tillë, në funksion të këtyre ekspozitave që do ndrohen sipas kalendarit artistik që muzeu jonë do ketë. Biblioteka dhe videolonzh është një tjetër hapësirë e muzeut për vizitorët. Aty gjen tituj të ndryshëm, nga ku mund të spostohesh në oborrin e vogël për të lexuar në qetësi. Ndërsa nga monitorët mund të dëgjosh dhe të shohësh jetë shkrimi në dokumentar të përfaqësuesit të dinastisë së Marubëve, informacion biside turistike të Shkodrës dhe të rishohesh ato pak fotografi që janë të ekspozuara. Këtu janë vetëm fotografi të ekspozuara dhe jo gjithë fototeka e digitalizuar? Jo e gjithë fototeka, akoma sepse ne tashmë po përgatitemi për një fazë tjetër, e cila më shumë gjasa mund të jetë në muajin tetor për të për të vazhduar me fazën e dytë të digitalizimit. Ajo që quhet ekspozita e përhershme ndodhet në katin e dytë të ndërtesës. Përveç fotove më përfaqësuese të arkivit vendosur në mur, brenda asaj hapësire janë ngritur edhe 3 dhomza prej xhami. Ajo e Pjetër, Kel dhe Geg Marubit. Kështu vizitori bëhet pjesë e një rrugtimi historik që nis me shkrepin e parë në studion e Pjetër Marubit. Vijonte dritshkroja e Kel Marubit dhe mbyllet në dhomën e fototekës që krijoi Geg Marubi. Çdo dhomës ka të ekspozuara objekte të ndryshme, që nga aparatët, negativët e deri te kutitë e ambalazhimit. Me shumë vlerë paraqiten disa stampa të studios, ku mes tyre ndodhet edhe e para e përdorur nga Pjetër Marubi. Ajo që shkruan atje Marubi Shkodra, e cila është në fakt stampa më e vjetër, është ajo vitit 1856. Është si një dalë ku rrihej me çekiç mi fotografi për të ngelur shenja. Po, në letër fotografike. Pjesës dokumentari është kushtuar gjithashtu rëndësi. Në këtë sirtar ja vendosur letërkombime të ndryshme të Pjetër, Kel dhe Geg Marubit. Në këtë rast po shikojmë një letërkëmbim mes Kel Marubit, ku i dërgohet një letër nga Tirana për të shkuar në pallatin Mërtnor dhe për bërë disa fotografi. Arkiva ku ruan negativet prej xhami, por dhe objekte e dokumenta të tjera të muzeut, është puna më e mirë që është bërë për të ruajtur këtë thesar. Krahasuar me kushtet ku mbahej më parë, mund të thuhet se tashmë fototeka Marubi i ka shpëtuar lagështirës dhe rrezikut të dëmtimit. Këtu është shumë më lehtë, vetë kushtet janë edhe është krejtësisht e lehtë për murujt. Megjithatë, muzeu për nga mënyra se si është konceptuar, i kalon kufit e ndërtesës, me ekspozitorin e vendosur në rrugë. Një mënyrë kjo për të promovuar muzeun, por edhe për të zgjuar interesin e qytetarëve të shumtë që kalojnë në pedonalen e qytetit të Shkodrës. Ndërkohë që të huajt shfaqin interes për trashëgimin ton fotografike, vetë shkodranët janë përgjithsisht indiferent. E keni parë muzeun Marubi? Ja. Ja. Keni parë? Ja. Nuk e kena parë. Jo. Asti? Jo. E keni parë muzeun Marubi? Jo. A jeni nga Shkodra? Po, nga Shkodra jemi, po se kena pas në karastis me pa. Do shkoni ta shikoni? Ndoshta, do një ditë nga këta ditë. Nuk jam interesuar. Keni parë muzeun Marubi? Po, kemi parë. Ka pëlqyer? Po, na ka pëlqyer shumë. Keni shkuar vetë apo të organizuar nga shkolla? Të organizuar nga shkolla, 2 klasa nga matura. Muzeun Marubi e keni parë? Po, kam parë. Ju ka pëlqyer? Skeqa është foto nuk difton realitetin ashtu si është.
ti si shkodran që je, nuk ke pas kuriozitet gjesh të njohurit e tu, të shikosh? Aty nuk ka shumë figura që janë pushkatu, kanë kontribu për të mirën e komit, nuk ekziston fotografia aty. E kemi parë shumë i bukur. Ju pëlqen? Po, shumë mirë. Të rrallë janë ata që shkëputën nga kafeneja përballë për të parë muzeun. Por dhe kur vendosin të hynë brenda, stepen nga çmimi i lartë i biletës, pavarësisht se muzeu ofron ulje çmimi për kategori të ndryshme sociale. Duket sikur është pak shtrenjtë bileta, njerëzit vijnë, pyesin dhe kanë edhe nga ata që largohen dhe nuk e blejnë 7.000 lekë biletën për të hyrë te muzeu. Po, ndoshta edhe për dike edhe mund t'jetë shtrenjtë bileta. Por ka kategori njerëzish që nuk e diskutojnë biletën. Për shembull, turistët e huaj fare nuk e diskutojnë, ose edhe njerëzit e artit që e dinë sa arti vlen edhe do paguhet. Ka politika që muzeu në zbaton. Për shembull, ka ditë falas muzeu. Një herë në muaj, e diela e fundit e muajit është falas. Dhe kështu që jepet mundësia gjithë qytetarit, gjithë vizitorit që të hi ta shohin muzeun e Marubit.